Përshëndetje shenja binjakëve, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi mbretëresha e monedhave, 10 shpatat, djalli, drejtësia. Kjo javë fillon me ju, duke u përpjekur të qëndroni në këmbë. Ju jeni në energjinë e mbretëreshës së monedhave. Kjo nënkupton se ju dëshironi stabilitet, kontroll, siguri. Dëshironi që gjërat të jenë konkrete, të sigurta, të prekshme. Por kjo ndjesi nuk vjen nga qetësia, vjen nga nevoja për të mos u rrëzuar, sepse brenda jush diçka ka përfunduar. 10 shpatat nuk është thjesht një fund, është një lodhje, është një pikë ku ju e kuptoni që keni dhënë shumë, keni duruar shumë dhe nuk mund të vazhdoni më në të njëjtën mënyrë. Dhe megjithatë ju nuk jeni ende të lirë, sepse ka një lidhje, ka një situatë, ka një fije që ju mban ende të lidhur me kartën e djallit. Pra mund të jetë një person, një marrëdhënie ose edhe një situatë praktike që nuk është mbyllur. Për disa mund të jetë një zemërim, frikë ose ankth. Por këtë herë loja ndryshon, sepse kemi kartën e drejtësisë dhe drejtësia hyn dhe vendos një vit të qartë. Mjaft. Pra, duhet të vendoset e drejta. Dhe kjo nuk është vetëm emocionale, kjo mund të jetë shumë konkrete për disa nga ju. Pra mund të nënkuptoj një vendim ligjor, një dokument, një divorc që kërkon formalizim, ose një marrëveshje që duhet të vulloset. Pra, kjo javë nuk ju lejon të qëndroni më në mes, ju duhet të zgjidhni dhe të vendosni në mënyrë të drejtë për veten tuaj. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 2 kupat, 7 shpatat, 8 kupat, 4 shpatat dhe forca. Në familje gjithçka fillon me lidhje. Pra, ka një lidhje të rëndësishme, ka dashuri, ka afërsi me 2 kupat. Por kjo lidhje familjare nuk është plotësisht e pastër, ka diçka që shmanget, një e vërtet që nuk thuhet, një sjellje që nuk është transparente ose e sinqertë 100% me kartën e 7 shpatave. Pra, ju nuk keni nevojë për prova, sepse ju e ndjeni. Dhe për këtë arsye ju filloni të tërhiqeni me 8 kupat, jo me zhurmë, jo me konflikt, por emocionalisht ju po largoheni tashmë. Pastaj ju ndaloni me 4 shpatat. Nuk reagoni menjëherë, ju reflektoni, pushoni, mendoni, ndërsa disa mund të kenë një pushim të detyruar fizik. Pra, trupi ndikohet nga gjendja joe e mirë emocionale, lodhet dhe më pas dorëzohet duke marrë rrugën drejt shtratit për introspeksion. Sepse këtë herë ju zgjidhni forcën. Pra forca nënkupton se ju kontrolloni veten të mos shpërtheni, të mos bëni dramë. Sepse ju po kuptoni që jo çdo e vërtet ka nevojë të përballet me zë. Disa të vërteta thjesht ju largojnë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi faqa e shpatave, 2 shkopinj, perandori 6 shkopinj. Në dashuri unë do të thoja që kjo është sfera ku disruption ndihet më fort. Faqa e shpatave. Gjithçka fillon me një energji të ftohtë në dashuri. Pra dikush po vëzhgon, mund të jeni ju ose personi juaj. Dikush po mendon, dikush nuk po hapet. Ka komunikim, por nuk është emocional. Ka kuriozitet, pra është dikush që është i kujdesshëm, pak i rezervuar, sikur hulumton nga distanca. Për ju, kjo mund të ndihet sikur ka diçka, por pse nuk po shprehet, mund të thoni ju.
Me kartën 2 shkopinjt fillon pritja, ju shihni potencial, ndjeni që kjo mund të shkojë diku, por nuk ka një hap konkret. Është si ajo ndjesia që gjithçka është gati, por askush nuk po e bën hapin. Perandori, për disa nga ju, mund të nënkuptojë kontroll të palëkundur, strukturë dhe mposhtje sentimentale. Për disa mund të jetë një mashkull i cili nuk e humb kontrollin, është autoritar, nuk hapet emocionalisht lehtë, vendos vetë ritmin dhe distancën. Ai nuk është konfuz, ai është i vetëdijshëm, por mund të jetë edhe ajo, që është një person i kontrolluar. Dhe ky person mund të ndjejë, por nuk e lë veten të dorëzohet. Dhe ky person mund t'ju mbajë afër, por jo aq sa ju do të donit, pra jo aq sa ju keni nevojë. Me 6 shkopinjt duket se nga jashtë kjo duket bukur, duket mirë. Pra sikur ka vëmendje, interes, një ndjenjë që ju vlerëson. Nëse dikush, do të thoja unë, pret dikë të përshkruar si ky perandori, unë do të thoja që nuk ja vlen, sepse kjo lidhje ju aktivizon mendjen, ju jep shpresë, por nuk ju jep qetësi. Pra ju mendoni shumë për të, prisni një hap, ndjeni që ka diçka, por në të njëjtën kohë nuk ndiheni të sigurt emocionalisht. Dhe me që ka kështu, kartat këshillojnë se ju nuk duhet të ngatroni interesin me përkushtimin, mos e ngatroni kontrollin me stabilitetin, sepse dashuria e vërtet ofron paqe emocionale dhe jo stagnim. Ju duhet të pyesni veten, apo më zgjedh realisht mua ky person, apo po më mban në orbitën e tij dhe vjen tek unë vetëm kur i leverdis. Për të tjerët, unë do të thoja që kartat nënkuptojnë se ju merrni kontrollin dhe frerët në dorë për sa i përket dashurisë. Pra duke mos lejuar asnjë telë zemre të pëpti. Kalojmë tek puna. Në punë kemi faqja e kupave, temperanca, 5 shkopinjt, mbretëresha e shkopinjve. Në punë, historia fillon ndryshe. Me faqen e kupave manifestohet një ide, një mundësi, një ndjesi e re, e butë për disa. Më pas, temperanca nënkupton se kërkohet durim, balancë, bashkëpunim. Për disa nga ju kjo mund të lidhet edhe me energjinë e shenjës së shigjetarit, që mund të jetë një person konkret, ose për disa mund të jetë thjesht nevoja për të qenë më fleksibël. Por realiteti sjell tension me 5 shkopinjt, konkurrencë, përplasje, ego. Dhe në fund, mbretëresha e shkopinjve, kjo është një energji shumë e fortë, sepse është e sigurt, karizmatike, dominante, tërheqëse. Dhe kjo mbretëresha e shkopinjve mund të jeni ju, ose një grua tjetër që ka ndikim të fortë në këtë sferë. Kartat këshillojnë se ju nuk duhet të tërhiqeni nga konkurenca. Mos e humbni balancën dhe vigjilencën. Duhet të qëndroni në fuqinë tuaj. Kalojmë në prizëm orakull ku kemi përçarje. Kjo është karta që lidh gjithçka, sepse në gjendjen personale duket se ka një fund plus një vendim, do të thoja unë. Në familje ka të vërteta që ju largojnë. Në dashuri, ka iluzione që ju trondisin. Në punë, ka tension që ju forcon. Pra, kjo nuk është një javë e qetë, është një javë që ju zgjon. Ajo që mbaron nuk mund të vazhdojë më. Ajo që vendoset është për të mirën tuaj. Ajo që trondit ju tregon të vërtetën dhe ajo që mbetet është fuqia juaj.
Unë do të thoja, mos keni frikë nga prishja e asaj që nuk është e qëndrueshme. Mos qëndroni në lidhje që ju mbajnë të pasigurt, sepse në fund, kjo javë nuk ju prish jetën, por ju çliron nga ajo që nuk është e vërtet për ju. Paçim.